i respektuar plotësisht, nuk mundet kurse si që të mbaj një qëndrim, por kjo listë këto mundësi kishte. Është përjashtuar nga lista apo ka qenë në listën e hapur? Jo, lista e hapur s'është përjashtuar, as mund përjashtohet, por ai ka meritat e veta. Natyrisht nuk mbase se di se unë po marr vesh nga ju. Se ky është problemi. Jo, s'kam komunikuar. Mund tani ky imi këtu ka mira mesazhe, edhe mund të ketë dërguar, nuk e përjashtoj mundësinë. Por kjo që mund t'i them, ai është njeri i respektuar. Zoti Berisha, po është bën kjo procesin e primareve sepse ai ishte më i votuari në qarkun e Elbasanit. Mos shkoni, jo, shiko, mos shkoni në ekstreme. Primaret janë një kriter themelor. Edhe me diasporë ka qenë angazhuar. Ja, pa diskutim. Me merita, nuk jam horë kush. Çfarë merita nuk pati zoti Berisha? Prit tani një minutë. Nuk u bashkua shpejt PD? Këto janë teknika të dëshpruara. Teknika të dëshpruara, ju doni të mbuloni emrat e atyre që dolen. Mëzër, çfarë kishte sot në dëshmitë e skapistëve në gjykatë? Shpëtuat nga një telefonat ju, nga Lali Vjellsi, që të shkoni këto të bëni ato. Jo, nuk e bëte. Nuk e bëjmë në këto, ne merremi me ju, zoti Berisha. Pse më të votuarit nuk janë në listë si? Janë. Kush janë më të Disa votuarit prej janë në tyre. listë? Tani të miratohet lista, se s'është miratuar. Nuk më shkon mua tani të nxjerr listën kur s'është miratuar, se Po nuk një është nga miratuar. 5 çështjet më të rëndësishme e Elbasani, ju më të votuari nuk do e keni as kandidat zoti Berisha. Ajo nuk dihet, ajo thuhet ti. Ajo ka deklaruar, e ka deklaruar. Ai deklaron, po pastaj mund të ndryshojë mendimin.